Faleminderit shumë. Ju siguroj se mbledhja ishte jashtëzakonisht e rëndësishme dhe pozitive. Renditësi i kësaj mbledhje ishte qëndrimi i Partisë Demokratike pas vendimeve shkatrimtare për luftën kundër korrupsionit të Edi Ramës. Ishte thirrja e mbledhjes Këshillit Kombëtar për vonesë të cilët ka patur kritika, por siç kam theksuar, theksoj përsëri, ajo vonesë ka patur lidhje vetëm me një faktor. Dhe ky faktor ka qenë raporti ndërkombëtar për zgjedhjet, mbasi Edi Rama po bënte një betejë tegër kundër vëzhguesve dhe do përdorte çdo lloj diskutimi që mund bënin e brenda për t'u thënë atyre që këta e kanë fajin vet dhe jo unë që u kam vjedh zgjedhjet. Dhe është vepruar shumë drejt. U ripërsërit për herë të dytë. Mbrojtja e votës. U mbrojtë 2001-shin, u mbrojtë 2025-in. Dhe kjo ishte një detyrë shumë e vështirë, por që u realizua plotësisht në interesin e çdo shqiptari. Nuk ka një përçarje, dhe garantoj. Po, pas zgjedhjeve të Partisë Demokratike pati të quajtur demokrat që han turp në bukë dhe vrapun e u punësuan në administratën e krimit. Pati të tjerë të cilët vendosën të mos merren me politik, por të ndjekin jetën e tyre. Pati të tjerë të cilët flirtojnë me qeverinë për kontratat që kanë. Po unë do të them ju që absolutisht kjo parti ka dhe do ketë vetëm një qëllim. Idealin tuaj të lirisë, rikthim në votës lirë dhe fitoren e Partisë Demokratike, kjo parti s'mund të qëndrojë, edhe nuk do të qëndrojë për kontratat e asnjëriu.